الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falënderimet, adhurimet I takojnë vetëm Allahut, Zotit I gjithësisë. Mëshira e Allahut qoftë përmbi të gjithë ju të dashur që jeni këtu sot bashkë. E falenderojmë Zotin që na mësoi bashkimin në ditën e xumas. Që është një ditë e veçantë, ditë e hajrit, ditë e mëshirës, ditë e rahmetit për gjithë ata që marrin pjesë në ta. Allahu të na falë dhe të na mëshirojë inshallah. Që usëmoni me në xumën e kalume, folëm për diçka shumë të rëndësishme. Wa alaikum selam. Për cilën janë I prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thoshte më ka porositur I dashuri im, domethënë pejgamberi alaihi salam, që të jem I kujdesshëm ndaj Zotit xhele xhelaluhu, ndaj adhurimeve, ashtu si kur jam në publik, edhe ashtu si kur jam në vetmi. Nërsa sot një 2 minuta, thash, t'i shfrytëzojmë para se theret e zoni, po ky sahabe tha, më ka porositur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që t'i bëj mirë atij njeriu I cili nuk më bën mirë mu. Sigurisht kjo është prej moraleve të larta. Pra kur themi për këtë cilësi, kjo nuk është për gjithë njerëzit. Kjo është për ata të cilët kanë moral të lartë. Pra secili që e merr këtë moral, sigurisht sët ati nuk shohin afër, por shohin larg. Pra ti bëj mirë ati që më bën keq. Dhe tha, ta respektoj atë që nuk më respekton mu. Ta fal, aleikum selam, ta fal atë njeri I cili nuk më fal mu. Këta janë punë të mëdhoja, nuk janë për njerëzit e ngushtë, që vi bëhat copash aty, për I gjatë vogël, nuk e fal, nuk e bën hallall. Moralet e larta e kërkojnë këtë gjë. Pra që ti jesh tolerant I madh. Edhe po të shofësh, pse duhet me qenë të kështu, e para se ti e ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe ai ishte njeri si ne, por moralet larta. E dyta, ti ke për qëllim me fitu xhenetin. E zakonisht xheneti fitohet edhe me gjëra të vogla, por sa I përket këtij llojit moraleve, xhenetin e ke të hap. Për shembull, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, I garantoj dhe një vend mes xhenetit atij që ndalohet nga 2 gjëra. E para, nga imoraliteti. Imoraliteti është shumë tërheqës, për pak gjë këtu në dunjë. Dhe ai që largohet nga imoraliteti, dhe tha largohet, tërhiqet nga e drejta e tij. Dhe me thanë, I kanë hyrë hak, edhe thotë ja kom bë hallall. Pse? Tjetër gjë synojën. Wa alaikum selam. Tjetër gjë synojën, thotë. Unë kam rrugën e gjatë. Unë synoj xhenetin. Ndodhi një herë, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
u realizu një shpifje e madhe për njënën nga bashkëshortët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa alaikum salam. Pra të organizoj shpifje në kohën tonë për imoralitet është gjë normale. Po e pash, i thash, dhe më thonë, ngarkohesh një 5-60 herë në ditë, se nuk e quë për asë gjë. A i tha, edhe në këtë shpifje, munën pjesë shumë njerëz, u angazhuan, dhe më thonë, e besuan. Njoni nga ta që mori pjesë, ishte një person që përfitonte nga ndihmat ushqimore që i dërgonte Ebu Bekri. Allahu e mëshiro. Dhe kur doli fjala, edhe thanë është angazhu filoni, edhe ky hallëxhiu. Po tha, do t'jetë me të vërtetë i moralitet për atë gru. Edhe Ebu Bekri e mori vesh se masi e ndihmon dhe gjithmonë, tha, dhe te ke marrë pjesë ta me këtë e ke besu këtë shpifje, e ke përçu këtë shpifje? Po i tha, se ti e më gjallë, tha, nuk të ndihmoj më. Në këtë moment ka zbrit një ajet i Kuranit. Tha, disa nga ju, thot Allahu xhelle xhelaluhu, të cilët japin kur janë namaz, japin kur janë në ruku, japin kur janë në shtrirë, edhe Allahu ju pranon, tha. Dhe Allahu këta, tha, i falë 2 herë. Ju, tha, a nuk dëshironi që Allahu t'ju falë 2 herë? Dhe Ebu Bekri, Allahu më shirov, tha, o Zot, edhe unë dëshiroj që të më falësh 2 herë. Vëllai, tha, se ti e më gjallë, filonit do t'i jap, do t'i bëj mirë. Pra e fali, edhe tha që do t'i bëj mirë se ti e më gjallë. Pse, a ka në një për jush, kur tërhiqet nga e drejta ati që Allahu xhelle xhelaluhu të mos e fali 2 herë, të mos e mëshiroj 2 herë? Wa alaikum salam. Ama mos harro se një nga vlerat më të vogla kur të ja fal filonit është një variant tjetër i lehtë fare ky, më i pakët. E lam këta me të falë Zotit 2 herë, dini ç'do të thonë? S'ke vend tjetër më, vetëm xhenetin. Ja, vetëm xhenetin me të falë Allahu xhelle xhelaluhu 2 herë. Po, mund bishni edhe të në të njëjtën rrethan që me ju kërku falje njerëzit për shkakun e një gabimi që ke ba. Aleikum selam. Apo për shkakun se si ke hyn hak një personi tjetër, edhe ai thot, po ishe nga ata që ja fale, po, edhe unë do ta fal 2. Pra një lloj kompensimi që është e pamundme. Ndodhi këtu që 2 persona, burr dhe gru, i përplas makina. Aleikum selam. I përplasi makina dhe këta e falen atë shoferin, a me dashje, pa dashje, po i tha ne e kemi mell këtë çështje, e kemi bë halal. Dhe kjo është gjë e madhe në fakt, për arsye se është edhe ajo pjesa e parë që nuk ka desh me e ba me dashje, po ka i herë gjykimi tek Allahu do të bëhet sikur e ke ba me dashje. Për shkak të gabimeve që ti ban. Në qoftë se mani menu një thash i gjuma këtu, kur po diskutojshim shtypjen atyre 2 fëmijëve në rrugë nga një i dehur. Me të 2 fëmijë, duke qenë i dehur. E unë ju thash ju, më përpara thash shkoj e marrat babën atyre fëmijëve.
I thama, ke alkohol në shpi? Te ja, pi alkohol? Vetë, po, thotë. Po më shpi e ke alkoholin? Po, thotë. Shiko? Edhe ti je mëtës i fëmijëve. Si je pajtu me i të keqë. Selam aleikum. Wa alaikum salam. Edhe mas disa muajsh, djali i këtyre prindërve që ja falen këtyre, shtypi i njëri në rrugë, e mëtin vend. Edhe qohet, edhe ne ta kemi falë, thot. Edhe ai dehur kishte qenë që i doli për para këti. Pra, edhe këtu në dynja ka hajër të madhë, kompensimi i faljes. Pra, pa isu me moralet larta. Tha, i cili më ka ba keq mu, unë dhe t'i bëj mirë ati. Wa alaikum salam. Unë dhe t'i bëj mirë ati. Vëllai, kjo nuk ka peshore. Por kjo do burni. Kjo do burra që kanë zemër të madhe. Kjo do burra që kanë iman, kanë besim të madh tek Allahu xhelle xhelalu. Ja, bismillah, s'ja fal, e drejta jote është. Pra ai i cili thot tërhiqet nga e drejta, kur ka hakun e vet për të marrë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, unë i siguroj një vend në xhennet. Besoj se do t'ju ketë ndodhur. Po edhe kur t'ju ndodhi, hapeni zemrën se ka Allahu xhelle xhelalu, do të gjeni mëshirë të madhe, rahmet të madhe, vallahi. Po unë s'mund t'ja falë hoqë, thot njoni për jush, mas ja falë. Pra e drejta jote është e drejta jote, që do t'a kërkojsh atë. Një njëri vjen dhe e kap për fëti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot, mjep nima. Edhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mbushni tha devet e këtij njeriu. I jepni tha, çat ketë nga rezervat e dritit. Edhe ja mushën. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a je i kënaq? Shumë i kënaq tha. Po unë tha, a kam ndaj hak ndaj teje? Se këta s'ta kishe bësh. Me fut dorë në fët, me më ka për xhakete këto. Ke arë si njeri, me kërka si njeri. A i tha, unë e di i gjoj, tha, që i dërgumi Zotit dhe të keqen, tha, nuk e kërka me të keqe. Dhe më thënë, hakun e vetë, i dërgumi Zotit nuk e kërkon. Tha, shko se je i lirë, ta kom ba halal. Ja mushi devet me ushim. Edhe shokët i thanë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po si kështu? Edhe dorë në fet, edhe ti mushësh ato devet plot? Kështu tha se ky është dini jonë. Pra me ja fal, me ja ba halal, si do që tjetë, pse do të kesh gradë të madhe tek Allahu xhelle xhelaluhu. Po kjo do burni. Kjo do burni. Në qoftë se të përzihen mes të kalamajt, gradë, burrat, shok, miq, bjeri, sakatoje, të ka marru, u çudit bota, përshkruajnë gazetat. Nuk mund hezësh. Nuk mund hezësh. Për çfarë duhet? Bismillah, vendos, hajri i kësaj është kështu. Vendoset më të peshoren që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe s'ka më majtës e djathës. Një vendos, e në vallaj, hajër ka për të dalë, kujt do që t'i nodhi, hajrin do të ketë. A do punë. Se mas parit vjen ai mallkumi, edhe dini mo, se si të cytot e ke veshi. U shkatrove, thot, u dëmtove, u fike, u marrove, u përule, su ndalëshin shok, vjeta ban një thes, aty ke veshi, edhe detyrohesh, më thëmë, jo, nuk është kështu. Mëlli vesht, mëlli rrugën këti, mëlli dhe atyre njerëzve tjerë, edhe bismillah, vallaj, hajër ka për të dalë. O vlezër të bëjmë i lutin, inshallah bashkë sot,
se gjyshja e dy nipërve apo dy xhamatit ton, Armandit dhe Klajdit, ka kalu për kësaj jete. Ne të dy këto nipërit i kemi në xhamatin ton. Ajo quhet Nan Noria, Allahu e mëshiroft inshallah. Kaloi për kësaj jete në banesën e varrit. Ti çojmë dorë të Allahut me lutje që ta mëshirojë atë. Po të mëshirojë edhe të gjithë ne inshallah, po dhe ata të dashurit tonë të përfitojnë inshallah nga kjo lutje, që ti fali Zoti xhenetin, dhe kështu inshallah kemi bën dhe një ditë pune, apo një lutje, apo kemi harxhuar i frem për dikon, që i ditë do të harxhojnë edhe për ne. Edhe do të na duhet shumë. Pse ne mos i kalojmë për kësaj jete, s'munim mbledhim njerëzit që me bën lutje për ne. Ama mos harroni se këtë lutje Allah do ta kompensojë. Çdo frem që harxhojmë bashkë këtu, për i tjetër, për i non tjetër, për i bab tjetër, vallahi Allahu xhelle xhelaluhu do të na kompensojë, po sa? 700 fish. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. O i madhi Allah, lutjet e mia shkojnë sot për non Nurien, e kalova për kësaj jetën banesën e varrit, të lutem mëshiroje, të lutem zëroja varrin dhe bëj nga baçat e xhenetit. Ndriçoja fytyrën përpara madhërisë tënde, lehtësoja llogarinë, shtoja të mirat, fshije çdo të keqe dhe jepja librin në krahun e djathtë ya Rabbil Alamin. Edhe në momentet e vështira kur do të kalojnë në urën e siratit, mëshiroje, ndihmoje ya Rabbil Alamin. Shuja jetin me burimin e qeutherit. O Allah, strehoje në hir në arshit tan. O Allah, mëshiroje dhe bashkoje në xhenet së bashku me gjithë nënat besimtare, ndaj të cilëve e ke ndaluar dhërimin ton dhe e ke bën pjesë xhenetit. O Allah, unë të lutem edhe për gjithë që kalon për brapa e non, merrin në kujdesin tan, qetësoje zemrat, përgëzoj me të mira mas kësaj, mëshiroj, vazhdoja jetët me iman, me besim, me mirësi dhe begati, ya Rabbil Alamin. O Allah, na fal në mëshira dhe gjithë ne, po na mëshira dhe gjithë dashurit ton që na kanë kaluar për kësaj jete, je për xhenetin e lartë, ya Rabbil Alamin. Për gjithë çka të lutem, na e prano, o i madhi Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu i dhash xhenetin e lartë inshallah.